lojë tjetër, shumë të bukur, jemi shumë keq me kohën, por duhet ta bëjmë tani. Do vi këtu, dy ketrusha që kemi shumë kohë pa I parë, vetëm për të drejtuar lojën e rrotës së fatit, ka ardhur Api dhe Helios! Api dhe Helios e di shumë shpejt, ju e dini se si e shkoha e këtij programi, Helios love you. Tek rrota, ju lutem, kemi 15 pyetje, sfida, që do doja ju ta drejtonit për konkurrentët këtu. Me radhë, do të bëjmë secilën prej tyre. Ecim, Api Helios, rrotullojmë rrotën e fatit për Blendin! Si mbiesh, Dedi? Atëherë, imito konkurentin që të bezdis më shumë. Qa duhet I bëj? Duhet ta imitoj? Duhet ta imitoj. Marcela, a do pranoj që të martoheshim bashkë? Bujari? Ishte Bujari? Tani mister më mirë. Nga të doni Ardini tani. Jemi. Por, ka bonusin. Kërkoj dikujt falje për diçka që s'e ke bërë kurrë. Hajde Arlin, shpejt. Të kërkoj falje Silina që s'kam kërkuar kur drejt për drejt takim. Vazhdojmë, Arnoldi. Arnoldi, hajde, jepi. Po çik më fort. Përshpërit diçka flirtuese personit që ke përballë. Po, Hodhi dritet, gjithë vetë. më jep një ndim. Do t'ja përshpërisësh. Ballka Selinën. O zogu. Nga Po kjo të rrugë. veshi, Arnold, të veshi Selinës, të veshi. Jo, të lutem mos. Të veshi. Hajde. Çon video mesazh. Jepi këmbë shpejt, Arnold. Jo, o zogu të veshit, të lutem. Mundohu pak më shumë. Kam frikë. Me mikrofon, ha? Po, me mikrofon. Po që unë nuk e kam mendjen? Qa do bësh pastaj? Okej, thuaj. Vazhdoj me Rindin. Rindi. Jepi, fort. Rrota për Rindin. Për kë ke fantazuar seksualisht? Kjo ishe pak pyetje Një emër I urgjent. Në fillimet e parë ka qenë Selina. Pas se deklarohet ke Casey. Po them para se tu deklaronte. Para. Gjithmonë. Shumë korrekt, normal. Para se të deklaroj për Kesin, ai ka fantazuar. Po si ndodhi Rindi që pastaj thjesht ndalove që mos fantazoje më. Po si e bëre? Do që krip, qa bëre? Mos më dali më kë vajzë në ëndër. Do t'jesh burr që ta ndalosh Megi se është një marrëdhënie që po lulëzonte deri diku. Po tani që marrëdhënia mbaroi, filluan pra fantazit? Jo. Po si e ndan me Niko Rindi po të pyes? Ku erdha në fillim? Po. Ishte pjesa që do zgjidhej nga femrat. Po. Selina ishte ndër yjet më të bukura. Ndër yjet më të bukura të këtij qelli që quhet përputhen. Po tani? Prap Selina. S'kemi fantazi, jo. Po t'ishim pak më mirë me kohën, do të kisha pyetur shumë gjatë, si fantazon, çfarë ndrash ke parë, po çfarë pozicionesh keni qenë, po ta lëm për një. Tani, Selina, do t'i thuash, do të mirëmëngjes Rindit njësoj tani? Jo, tash do e shoh si ti. Vazhdojmë me Angelën. Angela, okej, rrëdhë. Përmend një moment kur ke bërë sikur nuk të interesonte, por në fakt po digjeshe. Kur po digjesha për këto konkurrentët, bo herën e parë që ka që direkt Bujari, që më ka shpërti diçka. Je djekur për Bujarin, Angela, seriozisht e ke, Angela? Jo, këtu mrena Vazhdoj me Bujon, hajde. Jepi shpejt që unë arritëm il ritmo. A I ke thënë dikujt këtu se të pëlqen, po pa e ndjerë, që e ke gënjur? Për Florën, më? Po, me Florën, okej, qëndron. E gjove Flora, mbaj shënime, bravo. Vazhdojmë me Ekremin, jepini. Jepi Elios. U përjashtove, fajin e kanë Megi dhe opinionistët.
Kjo pyetje për Dasina, pastaj kalojmë te Ekremi. Dasina. Situata është e tillë. Pra je përjashtuar nga programi. Fajin e kam unë dhe opinionistët. Je ti me grupin tënd më të besuar jashtë programit. Si ja shpjegon atyre? Pra praktikisht si na E keni me se s'bën ju faj. Si na shan, po. Ua, me ju shajt së shajt. Hajde. Unë nuk shaj asnjëherë. Jo, nuk shaj, por do kisha thënë që Aulona nuk e di pse nuk më ka dalë kundër, do kisha thënë këtë do kisha thënë për Aulon, për Megin. Qa do them, unë Megin e kam për zemrë, edhe pse s'ja shpreh dot, se unë se shpreh dot dashurinë. Do të pa ajo shpatje dhe ajo çaj duket vetja e saj. Jo, nuk e them këtë, jo. Laerti Përgjigje dikush ka qef na shaj, pra. Ore kush nga ju ja Arnold? Laerti Që jam përfolën sa zemër, Arnold, kam dana për zemër. shaje. U përjashtova Arnold. U përjashtova. Po, fajin e ka Megin. Fajin e ka direkt e Megi e para. Kujdes. Fajin parë, unë ja lej Megit. Po. S'ka gjë s'ta them prapë Ta them sinqerisht. Po. Se për Megin erdha, e për Megin dal. Dasina sa po Oh, po mirë, si e shan të tresha. 4 dhe Me vete për shembull. Dëgjoj. Njëri mua. S'ka gjë. Them, se unë kam diçka. Unë s'ta fal kurrë. Po. O, thuj, o, burr. Unë kur dikush më lëndon ose më bën diçka Okej. që E s'di e fillojmë me mirë, Laertin. unë ta bëj 5 fish. Po Megin fal ta them edhe diçka. Po ta bëj në mënyrë fizike, jo mentale. Dasina mbaroje motër. Tani Ishem më kujtua që unë të ndërpres. më ndërpret ndonjëherë, por që prap kam për zemër, kurse për Laertin thash ja hangsha zemrën edhe s'më dëgjoj njëri. Faleminderit. Po jo, unë thash ta shash, jo t'ja. Jo, nuk e shaj dot, nuk kam çat them. Ta them unë qa do thonin. U bon këta me më përjashtu mu, po sa kam bon për këtë emision. Bravo, Marcela. Ta, 2 fjali. Ka. Prap ke për thënë. Edhe Arnoldi. Vazhdojmë tek Marcela tani, jepini. Okej. Po, hajde, Ke Marcela. përdorur dikë për të bërë xheloz dikë tjetër. Karën fix. Si karën fix. Unë i ka marrë gjithë me radhë. Po, pra po. Kë konkretisht? Bujarin. Ke përdor bujarin për të bërë xhelozin dritën. Po kastriotin për kë e përdore? Se kam përdor kastriot. Kastriotin jo. Ja. Okej. Vazhdoj me Richardin. Jepeni çuna. Okej. Riçi. Let's see. Pudh dikë let në buzë. Riçi. Pudh dikë në let në buzë, Richardi, jepe. Megi. Femra, tani su kuptosh. Ka duar. Po të bashkë një Po Richard, ku të duar? Jo me femra, si do mos. Let në buzë, këtë duar. Dasin. Pudh. Okej, ha. Ja puthje e ke putha. A më puthje amikevole. Mirë. Vazhdoj me Vlorën. Vlora tani, Vlora, okej. Atëherë Vlora, nëse sot programi mbyllet, kë do zgjidhje si partnerin tënd, nëse mbyllet programi? Laertin. Partner? Quhet. Laert, nuk mund të ra fati. Wow. Laert, të rikujtoj Laert. Vlora ka ardhur për qëllime serioze për puthen. Ta dish. Janë 2 tërë tani. Një kongsha zemrën nga Dasina dhe një Vlora. Okej. Stelina, jepi rrota për Stelinën. Shiko. Jepi dikujt një këshill dashurie, por totalisht gabim. Pra duhet jetë e gabuar, jo këshill reale. Po serioze, mund t'ja bësh ndritet. Nëse do t'i drejtoja i ndritit, do i thoja vazhdo rri me Marcielën. Vazhdojmë për ndritjen. I fundit, por jo nga rëndësia. Gënjeshtra më e madhe që ke thënë programi, ndrit. Duhet ta mendoj se nuk gënjej, jam shumë i sinqert si person.
A mos e gënjesh të ke thënë tani. Për zotin, Ne që ke thënë gënjeshtër se ti ke ti. na thuaj. Produksionin si e ke gënjur pra, nëse me konkurrentët jo. Ju kam gënjur juve? Ja, ja. Nuk e gënjur kur. Ja. Që ka harruar ish dashurën dhe që unë kam punuar me Alishev. Kjo është gënjeshtra më madhe. Mos u ngri Marcela. Ulu, lutem ulu Marcela. Okej. Mirë. E lë, mbaroj loja. Shumë bukur. Api dhe Helios, ju jeni ëngjëjt e këtij programi që unë ju mendoj çdo ditë, ju kërkoj çdo ditë. A jeni mirë? A jeni lidhur jashtë? Do them një fakt shumë interesant. Që përputhen e bëri punën e saj? Punën e saj. Është lidhur Heliosi! Kongratulacioni! Ndërkohë këta eksperimente të ulur në tavolinë ende presin për fatin e tyre. Helios, bravo! Api, po ti? Unë jo, akoma po kërkoj. Po ca flirtet vogla? Po, jo, nuk... Futesh shevra si tek goma e gjumit e ndonjë adoleshente ja? Jo, nuk i kthej përgjigje. Dua të kërkoj atë që do e shoh vet. Nuk është se dua ato që më vijnë. Abi, dua ta kërkoj. Kam besim të këty deri. Megi, unë jam kurioze të di, shkon të takimet e Heliosit apo e ke nxjerr veten nga përputhen apo i bën vetë? Jo, është një fakt që këto që kur takimi e dytë s'kan dalë vetëm. Kam qenë dhe unë. E shikoni, vazhdon të dalin për takime me... Mirë, më jepni tani të gjithë një duartrokitje shumë të madhe për Apin dhe për Heliosin. Bravo. Api dhe Helios, ishte shumë qejf të kishim tek mbrëmja e ndërmjet të viteve. Megjithatë, mos ikni ende, ju këshilloj që të pozicionoheni këtu, se tani është duke ardhur grupi special i Magic 4 për këngën time të preferuar. I presim me entuziazëm shumë të madh se tani digjet kjo natë. Magic 4! Në ajer më le, në ajer më ne, në ajer më ne, në ajer më ne, në ajer më le, në ajer më ne, ku jeti ku je? Ku je, në ajer më le, në ajer më ne, në ajer më ne, në ajer më ne, në ajer më le, në ajer më ne, ku jeti ku je, ku je. Do që një tingull kitare, diku pas presnate, si tip serenate. Qërkoja vetën në për të duare, pa shumë të behe shafare, të zheja të zemër, të putja në ndjegjër. Se ti më tire në hëndër, ti e hëndër. Në ajer më le, në ajer më ne, 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 ku jeti ku je, ku jeti ku je. Në ajer më le, në ajer më ne, ku jeti ku je, ku jeti ku je. Svëndem, 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 svëndem.
Ma dugje shpirtin e ma voni shkru me I Am ke mendu, atë ko mungu Ska qene thënë që t'ishe ti kisme për mu Ku jam premtime, ku mbetën fjallë Ma ke lënduen e ke ik si frika cakë Për njëri tjetri në këtë jetë ishim betu Se t'kam besu, se t'kam besu Koka ty ta boni, I ke si shejtoni Shfaj të bata Se të ikuzoni Ty nga emocioni Kus të kam kërku Mot e di kur të du Pse I ke ti Nga mu Si ke pas vat Këta sy që zoti mi ka shkru Se patëm fat, ne këtë dashni Dhe zemra ime gjysëm bosh tani po rrin Nga ty se kom imaginu Se du jetoje në këtë bote dhe pa mu Ku mbledhëm fjallën, ku shkum brandime Nuk numërohen në dashnive të gabime Për njëri tjetrin në këtë jetë ishim betu Pse t'kom besu, pse t'kom besu Koka ty ta boni, I ke si shejtoni Shfaj të bata Se të ikuzoni, ty nga emocioni Kus të kam kërku Mot e di kur të du Pse I ke ti nga mu Si ke pas vat këta sy që zoti mi ka shkru Ike si shejtoni Se t'kam besu Sa m'ke lëndu Koka ty ta boni, Ike si shejtoni Shfaj të bata Se të ikuzoni, ty nga emocioni Kus të kam kërku Mot e di kur të du Pse I ke ti nga mu Si ke pas vat këta sy që zoti mi ka shkru Ky ishte Magic 4, faleminderit shumë që ishit me ne për gjithë ju që jeni tani duke na ndjekur nga shtëpia, duke u përgati për darkën e fundvitit, gëzuar vitin e ri nga zemra. Faleminderit që jeni me ne çdo ditë, ju duam shumë dhe uroj vetëm begati, paqe dhe shumë dashuri në jetën tuaj. Faleminderit dhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar!